nuk mundet hani e lezet, me qenë se mora shembullin e kam me shifra, ata njerëz atje me qenë maqorra edhe me analfabet sigjilonive, ose se deqarë. Vota me asistencë, unë pjaf shpjegoj qartë në gjuhë, është vot ose e shqitur, pra e korruptuar, ose vot e kërcënuar edhe ftoj prokurorin, që të jetoj të gjitha rastet e votimit në asistencë. Vesh një t'ju kallëzoj, diaspora nuk i shet votën, diaspora i ka ble këta këtu, edhe i orienton bashkështu. Diaspora e blen votën, sa ata e kanë mundësit materiale, e blen votën brenda. Po unë e kam një shqetësim shumë të madh që po dy me shfaq, dhe unë mendoj se KQZ jo vetëm do të diskutoj këtë çështje, po edhe do të marrë vendim. Për çka kam fjalën? Fjalën e kam për numrin e madh, jashtëzakonisht të madh të votave me asistencë. Jo i madh, jashtëzakonisht i madh. Unë e kam marrë, me qenë se ka me qenë probleme, dhe unë mendoj se sekretariati ka me na i ofrue të gjitha librat e votimit në Republikën e Kosovës me pa cila është gjendja reale. Unë e kam marrë vetëm një komunë, kam kërkuar librat, statistikat dhe krejt. Dëgjoni me kujdes për hanin e Elezit. Në hanin e Elezit pjesëmarrja është 5.015 votues nga 8.000 diçka, nga 5.015 votues, 527 janë me asistencë, ose 10.51. Nga ta të verbër, ose me shikim të dobësuar, thuhet se janë 243. Kurse analfabet, që nuk din shkrim lexim, ka mundësi që janë edhe shkolluar analfabet funksional, 244. Dhe më thonë 10.51% e gjithë votuesve që kanë qitë votën janë me asistencë. Si pas dënave të departamentet pensioneve, që unë kam komunikuar dhe jam duke komunikuar, do të bëj përpjekje edhe me ministri, me agjencion e statistikave, pak më nga dalë nështë apo përgjigjen, në komunën e Hanit të Elezit, e kemi vetëm një person të verbër që merë pension, dhe pensioni është relativisht i mirë, 300 euro. Shumë në rregull është. 3 raste me vështirësi në Tecur. Kjo është një gabim logjik, sepse asnjë prej tyre nuk ka shkruar me kom, po shkruan me dorë. Edhe vështirësia në Tecur nuk pengon me hyrë në kabinë dhe me shkruar me dorë. Mirë, po këto janë arsyetimet në libra të votimit. Një rast me Parkinson, i dridhët dorë. Moj me marrë me menë. Statistikat e personave me Parkinson në Kosovë si kam kërkuar, drejt për koncept. 2 raste me arsye të gjendjes shëndetësore. Na këtë kemi një gjendje shëndetësore. Se cili prej nesh e ka një gjendje shëndetësore. Po pa e specifikue, mundemi logjikisht me kuptu se është në person me nevojat veçanta, edhe i shkon ekipi mobilet. Edhe 6 raste që nuk mundet me votu vetëm. Nuk mundet hani e lezet, me qenë se mora shembullin e kam me shifra, ata njerëz atje me qenë maqorra edhe me analfabet sigjilonive, ose se deqarë. Ha? Edhe na jemi ko gjatën, po bashkë që ka shumë jo. Kjo është shkelje brutale e dignitetit njerit. Vota me asistencë, unë pjaf shpjegoj qartë në gjuhë, është vot ose e shqitur, pra e korruptuar, ose vot e kërcënuar, ose vot e shantazhuar. Nuk është e manipuluar, manipulimin ndodh ma herë. Po janë këto 3 kategori që e dallojnë votën me asistencë. Edhe ftoj prokurorin që të jetoj të gjitha rastet e votimit në asistencë. Ai kur bua domi elektoral, pastaj prokuroria në të merret se dënohet personi, po domi elektoral po shkaktohet.
Nëse ti që është në funksion trenin bugar, shkodelohet personin gjojnë, po domi elektoral shkaktohet, dhe më thonë, kjo është pesha kryesore e asaj çka do të pas për pjekjet me parandalim. Gjëru gjërat, faleminderit që kolegu e ngriti çështjen e diasporës jo për herë të parë, edhe vazhdimisht, edhe ka drejt. Veç një t'ju kallëzoj, diaspora nuk i shet votën, diaspora i ka ble këta këtu, edhe i orienton bashkështu. Diaspora nuk i shet votën se ne nuk kemi mjete, 5 euro, 10 euro, 20 euro, edhe mjete, shantaje, Dhe vota familjare. Vota familjare, kreti bën ti. Në familje tonë, asnjë nuk voton ndryshe përveç asaj që i thu ti. Edhe në familje time na e diskutojmë deri në fund. Veç kur t'jim në kabinë votimit, nuk ki drejt me shkru me do të. Diaspora voton, veç një do të me ditë diaspora, e blen votën, sa ata e kanë mundësit materiale, e blen votën brenda. Po, nga brenda nuk bliket vota në diaspora. Se s'kemi mjetë materiale, ka që s'ka për gjë tjetër, faleminderit.